Përshëndetje të dashur dëgjues. Në videon e sotme do të flasim si u zbulua anestezia. Zbulimi i anestezisë ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e mjekësisë. Përpara saj, operacionet ishin jashtëzakonisht të dhimbshme dhe shpesh kryheshin sa më shpejt që të ishte e mundur. Në vitin 1844, Horace Wells vuri re se si njerëzit që thithnin oksid azoti ose siç quhet gazi i të qeshurit nuk ndjenin dhimbje. Ai e përdori këtë gaz gjatë nxjerrjes së një dhëmbi. Në vitin 1846, William Morton përdori me sukses eterin si anestezik gjatë një operacioni publik në një spital në Boston. Pacienti nuk ndjeu dhimbje dhe kjo ngjarje ndryshoi historinë e kirurgjisë. Pak vite më vonë, mjeku skocez James Young Simpson zbuloi se kloroformi ishte gjithashtu një anestezik i fuqishëm. Ai u bë shumë i njohur, sidomos kur u përdor gjatë lindjes së fëmijëve. Pas këtyre zbulimeve, shkencëtarët zhvilluan anestezik edhe më të sigurt. Sot ekzistojnë anestezia e përgjithshme, ku pacienti fle plotësisht gjatë operacionit, anestezia lokale, ku mpihet vetëm një pjesë e trupit, dhe anestezia rajonale, ku mpihet një zonë më e madhe e trupit. Pal anestezisë moderne, kirurgët mund të kryejnë operacione që zgjasin shumë orë dhe pacienti nuk ndjen dhimbje gjatë ndërhyrjes. Lind pyetja: a jep alergji anestezia? Në të vërtetë, alergjia e vërtetë ndaj anestezisë është shumë e rrallë. Shumë njerëz mendojnë se janë alergjik ndaj anestezisë, por reagimi mund të ketë ardhur nga një ilaç tjetër i përdorur gjatë operacionit, siç janë antibiotikët, antiseptikët ose relaksuesit e muskujve. Nëse një person ka alergji të konfirmuar ndaj një anesteziku, mjekët mund të përdorin një anestezik tjetër nga një grup i ndryshëm ilaçesh. Ata përdorin anestezi lokale ose rajonale në vend të anestezisë së përgjithshme, nëse operacioni e lejon. Kryejnë gjithashtu teste alergjike përpara operacionit, nëse ka dyshime për alergji. Gjithashtu, mjekët mbajnë nën monitorim të vazhdueshëm pacientin dhe kanë ilaçe të gatshme për të trajtuar menjëherë çdo reaksion alergjik. Në raste shumë të rralla, kur një person është alergjik ndaj një ilaçi të caktuar anestezik, zakonisht gjendet një alternativë e sigurt. Prandaj është shumë e rëndësishme që pacienti t'i tregojë anestezistit çdo alergji ose reagim të mëparshëm ndaj ilaçeve. Sot mjekët e anestezisë janë të trajnuar pikërisht për të zgjedhur metodën më të sigurt për secilin pacient. Lind pyetja: çfarë shkakton doza e anestezisë? Nëse anestezia jepet në një dozë më të madhe se sa duhet, mund të shkaktojë probleme serioze. Kjo është arsyeja pse gjatë gjithë operacionit pacienti monitorohet vazhdimisht nga mjeku anestezist. Një dozë e tepërt e anestezisë mund të shkaktojë ulje të fortë të frymëmarrjes ose ndalim të saj, rënje të tensionit të gjakut, ngadalësim dhe çrregullime të rrajeve të zemrës, dhe në raste shumë të rënda arrest kardiak, nëse nuk trajtohet menjëherë. Megjithatë, në praktikën moderne, kjo është shumë e rrallë. Doza e anestezisë llogaritet sipas peshës, moshës, gjendjes shëndetësore dhe llojit të operacionit. Gjatë operacionit monitorohen vazhdimisht frymëmarrja, pulsi, tensioni, oksigjeni në gjak dhe parametra të tjerë. Anestezisti mund ta rregullojë dozën në çdo moment sipas nevojës.
Pra, mund të themi se edhe pse një dozë e tepërt të anestezisë mund të jetë e rrezikshme, në sallat moderne të operacionit kjo situatë është shumë e pazakontë, falë monitorimit dhe pajisjeve të avancuara. Lim pyetja, nga se përbëhet anestezia? Anestezia nuk është një substancë e vetme. Ajo përbëhet nga ilaçe të ndryshme, të cilat zgjidhen sipas llojit të operacionit dhe gjendjes së pacientit. Në anestezinë e përgjithshme zakonisht përdoren ilaçe që e bën pacientin në gjumë, siç është etomidati, dhe gjithashtu përdoren anestezik të thithshëm që janë gazra, siç është desflurani, që e mbajnë pacientin në gjumë gjatë operacionit. Përdoren qetësues si fentanili për të mos ndier dhimbje dhe relaksues muskujsh kur janë të nevojshëm për disa lloje operacionesh. Për anestezinë lokale ose rajonale përdoren ilaçe që mbijnë nervat, të cilat janë lidokaina, bupinakaina dhe ropinakaina. Është e rëndësishme të theksojmë se anestezia nuk është helë. Këto janë ilaçe të zhvilluara dhe të testuara me kujdes, të cilat zgjidhen sipas llojit të operacionit dhe gjendjes së pacientit. Lim pyetja, si jepet anestezia? Anestezia nuk jepet një lloj për të gjithë. Mjeku anestezist e përshtat dozën dhe llojin e anestezisë për secilin pacient. Faktorët kryesor janë mosha. Fëmijët dhe të moshuarit zakonisht kanë nevojë për doza të ndryshme nga të rriturit. Pesha dhe gjatësia e pacientit ndikojnë në llogaritjen e dozës së shumë ilaçeve. Gjendja e përgjithshme shëndetësore, sëmundjet e zemrës, mushkrive, mërqisë dhe veshkave ndikojnë në zgjedhjen e anestezisë. Lloji dhe kosgjatja e operacionit. Një operacion i shkurtër kërkon një plan tjetër nga një operacion që zgjat disa orë. Alergjitë dhe reagimet e mëparshme ndaj ilaçeve. Ilaçet që merr pacienti. Disa ilaçe mund të ndërveprojnë me anestezinë. Nëse pacienti ka ngrënë ose ka pirë para operacionit, kjo gjë mund të rrisë rrezikun e komplikacioneve gjatë anestezisë. Zakonet si duhanpirja, alkooli dhe përdorimi i substancave të tjera mund të ndryshojnë mënyrën se si veprojnë ilaçet në organizëm. Përpara operacionit, anestezisti bën një vizitë para-anestezike, pyet për historinë mjekësore, kontrollon analizat dhe vendos planin më të sigurt për pacientin. Pra, mund të themi se dy persona që bëjnë të njëjtin operacion mund të marrin lloje dhe doza të ndryshme anestezie, sepse organizmi dhe gjendja e tyre shëndetësore nuk janë të njëjta. Anestezia jepet me anë të frymarrjes, por kjo varet nga lloji i operacionit dhe pacienti. Anestezia me frymarrje jepet duke thithur gazra anestezik përmes një maske mbi hund dhe gojë, e cila përdoret më shpesh te fëmijët, ndërsa një tub i vendosur në rrugët e frymarrjes kryhet vetëm kur pacienti ka fjetur. Gazrat anestezik përzihen me oksigjenin dhe mbajnë pacientin në gjumë gjatë operacionit. Një nga gazrat më të përdorur sot është sevoflurani. Megjithatë, mund të themi, jo çdo anestezi jepet me frymarrje. Shumë operacione fillojnë me ilaçe të dhëna në vend dhe më pas vazhdojnë me gazra anestezik dhe ilaçe intravenoze. Pra, anestezia me frymarrje përdoret kryesisht te shumë fëmijë, në disa operacionet e të rriturit dhe kur mjeku anestezist e vlerëson si metodën më të përshtatshme dhe më të sigurt. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent. Faleminderit që e ndoqët videon deri në fund.
Nëse ju pëlqeu dhe dëshironi më shumë tema interesante nga historia, shkenca dhe misteret e botës, mos harroni ta abonoheni në këtë kanal dhe ta aktivizoni njoftime. Mirupafshim në videon e radhës.